Ka pasur një ngjarje të rëndë ditën e sotme në Durrës, ku babai ka qelluar me thik vajzën e tij. Për folur për këtë ngjarje kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Alban Duraj. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Ju falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit. Avokat, mund na thoni diçka më shumë rreth kësaj ngjarje? Jemi njoftuar, pra kemi marrë njoftim ashtu sikurse përmendët edhe ju që një prind, pra 56 vjeçar, ka goditur me thik gocën apo vajzën e tij. Ngjarja ka ndodhur në ambiente publike. Vajza është e moshës 22 vjeç dhe ka ngelur e plagosur si pasojë e goditjes me armë të ftohtë apo me një thik që kishte autori i kësaj ngjarje apo i këtij krimi. Gjithashtu ka ngelur i plagosur edhe një kalimtar i cili është përpjekur që të qetësojë situatën dhe të largojë babain e viktimës nga vendi, pra që në mënyrë që ai të mos e godiste gocën e vet, por si pasojë e kësaj ndërhyrje ai është goditur me thik nga autori 56 vjeçar. Por fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën, pra të dy viktimat. Është ndaluar autori i kësaj ngjarje apo i këtij krimi të pazakontë që na ka përnditur të gjithëve, gjithë shoqërinë, pra fillon dita e hënë e muajit parë të vitit 2026, ne fillojmë sërish me ngjarje të rënda. Pra nuk ka filluar mbar ky vit, kemi pasur që në datën 1 aksidente rrugore të cilat kanë qenë pothuajse çdo ditë gjatë ditëjavës parë, më pas ngjarje të tjera të rënda dhe ndërkohë edhe në këtë javë kemi një ngjarje shumë të rëndë ku ndryshe nga ngjarjet e tjera, pra kemi një krim brenda familjes. Pra çfarëdo qoftë ngjarja apo problematika që mund të ketë pasur në familje, babai me gocën e vet nuk mund të arrit dot në një krim kaq të shëmtuar, e cila duhet përveç hetimit, nuk është çështja e hetimit dhe dënimit penal, se me këtë ne jemi mësuar që shteti ose prokuroria të arreston, të dënon dhe ka masa të larta për sa i përket dënimit penal, por duhet të ketë një studim i mirëfillt i këtyre krimeve në familje. Pra kemi edhe një familje e cila është rritur ndjeshëm, kemi krime të tilla të cilat shkojnë deri në marrjen e jetës dhe këto tregojnë që ka shumë probleme të cilat duhen riparuar nga institucionet shtetërore. Dhe kur themi institucionet, kemi parasysh shërbime sociale, të cilat duhet të funksionojnë dhe nuk janë aty vetëm për të pritur dhe për të përcjellë njerëz dhe pas zgjidhur probleme, por duhet të jenë aty në mënyrë që të zgjidhin këto probleme, i qëndrojnë pranë familjeve, të cilat kanë probleme, të japin zgjidhje. Natyrisht duhet të ketë edhe një mbështetje financiare dhe ekonomike, sepse shumica e këtyre veprave penale të dhunës në familje vijnë edhe si shkak i problemeve të ndryshme ekonomike dhe problemeve sociale të cilat kanë familjet shqiptare, sidomos të rinj, qytet e reja të cilat fillojnë konfliktin në momentin që ata bëhen me fëmijë, kanë një rëndesë financiare apo probleme të rënda financiare të cilat janë të vështira për të zgjidhur pa përkrahjen e shtetit. Jeta është bërë shumë e vështirë dhe shumë me probleme, por që ndihma e shtetit nuk ndodhet asgjikundi. Kështu që uroj që ky rast të shikohet me seriozitet, pra duhet që të marrin pjesë në zgjidhjen apo në hetimin e këtyre çështjeve edhe shërbimet sociale. Pra prokuroria duhet që ta fusi dhe të marrë mendimin e psikologut, të marrë mendimin e punonjësit social në raste të tilla shumë të rënda. Avokat, cilët janë shkaktarët kryesorë që këto ngjarje ndodhin?
shkaktarët kryesor të këtyre ngjarjeve janë pra këto raste të çojnë kur kemi një degradim të marrëdhënieve në familje, që do të thotë probleme të ndryshme të cilat mund të kenë derivuar, pra nuk e dim rastin konkret, por to derivojnë nga problemet fillimisht probleme ekonomike dhe financiare, probleme të cilat kanë të bëjnë edhe me një lloj imponimi që mund të kenë prindrit tek fëmijët e tyre për të marrë vendime të saktuara në jetë. Pra natyrisht që prindrit janë shumë të rëndësishëm në jetën tonë, pra në jetën e çdo të riu, por duhet të ketë një metodë apo një mekanizëm të tillë që ta bindi fëmijën, sepse ka ndryshuar kohërat, pra në rastin që ne u informuam sot, kemi të bëjmë me një 56 vjeçar, i cili e ka kaluar rininë e tij në një periudhë apo në një sistem tjetër, ndryshe nga ky i sotmi, dhe natyrisht që fëmia i tij është rritur në një kohë tjetër apo po rritet në një kohë tjetër ku kohërat kanë ndryshuar, shoqëria ka ndryshuar, sjellja ka ndryshuar, pra duhet të ketë një lloj fleksibiliteti edhe nga ana e prindrit në komunikim apo në një marrëdhënie të ngushtë me fëmijët, sepse konstatoj që shumica e prindërve kanë një hendek shumë të madh mes fëmijëve të tyre. Kjo vjen edhe për shkak të gjendjes ekonomike që kanë familjet, çiftet e reja që detyrohen të bëjnë nga 2-3 punë dhe e kanë të pamundur që të dedikohen, pra të kenë kohën e nevojshme për fëmijët, sidomos ata të cilët janë të posalindur, fëmijët të cilët janë të mitur, pra në një moshë më të vogël, por ky hendek do të reflektohet edhe në kohën e adoleshencës, që aty fillojnë problematikat më të mëdha dhe prindi aty e kuptojnë që nuk ka pasur vëmendjen e dur ndaj fëmijëve dhe këto probleme pastaj detyrohet që t'i zgjidhje me një imponim apo qoftë edhe me një sjellje agresive tek fëmijët e tyre. Por mendoj që e gjithë problematika qëndron tek ndihma që duhet t'i kushtoj shteti familjeve të reja, pra kemi familje të cilat e kanë të pamundur për të përballuar jetesën kur ata bën me fëmijë, sepse detyrohen që prindrit apo çiftet e reja të paguajnë një shtëpi me qira, edhe nëse marrin një kredi nuk e përballojnë sepse kësi i kredisë është ai shumë i lartë dhe vlera e shtëpisë është e lartë, saqë edhe banka nuk ja u jep fare kredin sepse nuk i plotësojnë ato kritere për të marrë një kredi, pagat janë të ulta në raport me çmimet apo me kostot që ka një familje, flas për produktet e shportës, pra ato bazike që duhet të ketë në familje, kërkesat pastaj janë në rritje për sa i përket fëmijës, pra nuk mundet që mos të punoj, pra duhet të dy prindrit të punojnë, të dalin në punë dhe të punojnë, ndërkohë që fëmia mund të çohet në një çerdhe apo në një kopësh ku ikën vëmendja e njërit prej prindërve. Ndërkohë që kemi nga ata prindër të cilët bëjnë 2-3 punë për të përballuar jetesën dhe këto sjellin probleme, edhe probleme në çift me njëri tjetrin për sa i përket dedikimit dhe mbajtjes së fëmijës. Pastaj kërkesat e bashorteve janë gjithmonë e në rritje, kjo jo për fajt të tyre, po për fajt të nevojës që ato kanë, pra çdo familje dhe zonjë që është në familje patjetër që do kushtet e nevojshme për një jetesë normale, kështu që janë probleme të cilat nuk mund të zgjidhen pa ndihmën e shtetit. Edhe nëse ne në fillim të viteve 90 kemi pasur probleme, pra problemet nuk kanë qenë kaq të mëdha sa tani, sepse atëherë mund të ndihmonin prindrit, mund ndihmonte vllai, mund ndihmonte motra, një kushëri që mund të ishte në emigracion, ai mund të ndihmonte
një kushëri tjetër, pra solidariteti ka qenë shumë më i madh se në ditët e sotme, ndërkohë që ne jemi pas 35 viteve një ekonomi tregu dhe një demokraci e brisht, por që ka filluar dhe marrëdhëniet familjare, janë solidariteti, janë zgjeruar, që do të thotë janë bërë më të larta dhe nuk është se ka ndonjë lloj ndjeshmërie si më parë. Tashmë familjet e reja apo çiftet e reja duhet që ti përballojnë vetë këto probleme dhe shpenzimet familjare që kanë. Kto sjellin pastaj në një krizë, pra në momentin që nuk mund të jepet zgjidhje dhe nuk ke rrugdalje në problemet e tyre, pastaj fillon grindjet, pra mosmarrveshjet mes çiftit, këtë përjetojnë dhe fëmijët, pra fëmijët të cilët shikojnë pra rriten në një marrëdhënie familjare me sherr, me dhunë verbale, edhe pse mund mos kesh fizike, dhe këto lën shumë gjurmë tek formimi i karakterit të fëmijëve dhe personalitetit. Dhe pastaj kur bën madhor, patjetër që këto gjurmë ngelen, sado që prindërit mundohen që për të mirën, pra shumica e prindër, jo shumica, po të gjithë duan të mirën e fëmijëve, me një përjashtim sepse po na kemi raste që janë shumë të rënda, por besoj që këtu duhet të ketë prindër që nuk janë mirë, ndoshta nga ana mendore, kur i bëjnë dëm, dhunojnë fëmijët e tjera me radhë, shumica e prindërve duan të mirën e fëmijëve si diçka biologjike, por natyrisht edhe diçka e natyrshme. Pra, unë mendoj që rolin kryesor duhet ta ketë shteti. Shpenzohen sepse dëgjoj shpesh që përfaqësues të institucioneve, të cilët justifikohen duke thënë që nuk kemi buxhet për të, nuk kemi buxhet për atë, ndërkohë që shumat që shpenzon shteti për vepra publike, të cilat nuk sjellin ndonjë impakt pozitiv, pra kemi rrugë të cilat edhe pse inaugurohen pas 2-3 muaj shkatrohen, pra kemi infrastrukturë të cilat nuk bën në cilësinë e dur, pra këto janë para të hedhura kot, dëm, ndërkohë që këto para mund të hidheshin për fuqizimin e familjeve të reja apo për fuqizimin e familjeve shqiptare. Edhe nëse nuk plotësohet kuota apo një shumë e caktuar, por ne nuk kemi minimum jetik, pra nuk kemi të përcaktuar se sa duhet të jetë minimumi për të bërë një jetesë minimale, nuk e kemi këtë, duhet vendosur minimumi jetik, dhe pastaj për diferencën, të cilën nuk e mbulon familja, atëherë i bie që shteti ta paguajë të familjen në mënyrë që të reduktohen problematikat që mund të lindin kur nuk ka mundësi financiare, sepse në momentin që një familje nuk i ka këto mundësi, atëherë kemi shtyrjen e grindjeve mes tyre, por nga ana tjetër kemi edhe kryefamiljarë të cilët janë të detyruar të kryejnë edhe punë të tjera, të cilat mund të jenë edhe të palishme, pra mund t'i shtyrë në krim këta të rinj për të përballuar jetesën e cila është bërë shumë e vështirë, po sidomos vështirësia është në qytetin e Tiranës apo edhe në qytetet e tjera ku jeta është më e shtrenjtë dhe pavarësia është më e madhe. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni. Faleminderit.